Tashmë mbushen një vit pasi që komuna e Tetovës hoqi dorë nga menaxhimi i mbeturinave dhe përmes partneritetit publiko-privat, menaxhimin e mbeturinave e dorëzoi tek kompania austriake Saubermacher. Kryetari i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, është shprehur se gjendja me mbeturinat përmirësohet nga dita në ditë, por njëkohësisht edhe pret që qytetarët të jenë më të ndërgjegjshëm dhe të paguajnë në rregull faturat, pasi që tashmë shërbimet për sa i përket marrjes së mbeturinave janë përmirësuar dukshëm. Kemi një situatë kur Tetova dukshëm është më e pastër, më e rregulluar dhe ende kemi probleme për t'i zgjidhur. Kjo ka të bëjë tani më me atë që një pjesë e qytetarëve ankohen për pagesën e faturave, të cilët edhe pse e din që duhet të paguajnë çdo obligim, çdo shërbim që e marrin, ata për shkak të përvojës në të kaluarën që nuk kanë paguar faturat, mendojnë se edhe më tutje mund të ndodhë një gjë e tillë dhe besoj që edhe kjo pjesë e vogël e qytetarëve duhet të binden se nuk ka shërbim i cili nuk ka kostën e vet. Prandaj tani më nuk jemi në fazën e ankesave, jemi në fazën e zgjidhjes së problemit. Drejtuesi i Saubermacher, Hans Roth, tha se fillimi ishte i vështirë, por tani pas një viti, situata sa i përket pastërtisë në Tetovë ka ndryshuar. Als ich vor einem Jahr mit dem Herrn Bürgermeister am großen Platz ein Interview gegeben hat zum Start. Para një viti nga sheshi i Tetovës bashkë me kryetarin e komunës thanë se do të jetë e vështirë dhe disa pyetnin nëse do t'ja dalim, por unë thash që do ja dalim dhe ja tani pas një viti jemi këtu t'ju themi faleminderit të gjithëve. Atë që e filluam vitin e shkuar do e vazhdojmë edhe më tej, por duke vazhduar me shkollat dhe parkun kombëtar që Tetova të jetë e pastër në të gjitha fushat, duke vazhduar me aktivitete edhe me shkollat dhe sipërfaqet e tjera, deklaroi Hans Roth. Në ndërkohë problem është se së fundmi shumë qytetarëve u kanë ardhur pagesat e faturave përmes noterëve. Kjo ka shkaktuar shumë reagime në mesin e qytetarëve, kurse thonë se kanë patur problem me adresat e sakta, prandaj edhe i kanë dërguar përmes noterëve. Por nga kjo kompani thonë se çdo ditë rritet niveli i pagesës. Die Quote der zu zahlenden Bürger steigt von Monat zu Monat. Niveli i pagesës rritet çdo muaj dhe deri më tani është 65%. Numri i vërejtjeve që i dërguam është shumë i vogël dhe kemi 20.000 qytetarë që u dërgojmë fatura. Nuk dua të hyj shumë në detaje, por ne kishim problem me adresat e sakta dhe në vërejtjet kishim problem t'i dërgojmë në adresat dhe për atë i dërguam në noter. Kemi 20.000 anviseri që dërgojmë fatura, kurse kemi nga 2.000 deri në 4.000 që u kemi dërguar faturat në shtëpi dhe për atë vi nga Austria dhe përpiqem që të mos befasohem shumë, tha drejtuesi i Saubermacher Hans Roth. Për një vit funksionim, Saubermacher në Tetovë ka arritur të punësojë mbi 100 persona, ndërsa për një pastërti më të mirë në qytet, kjo kompani ka siguruar qindra kontenjer të rinj dhe 8 kamion për grumbullimin e mbeturinave.